Shkodrani hero në Londër shpëton vajzën 7 vjeçare nga mbytyja. Trimëria e Ismet Smakaj hehon në mediat britanike. Ismet Smakaj, një 65 vjeçar me origjinë nga Shkodra dhe me banim në Londër, është kthyer në personazhin e ditës në Angli. Ai është hedhur në një pjesë të rrezikshme të lumit tamiz në Londrën lindore, kur ka parë një vajzë 7 vjeçare e cila po mbytej. Shkodrani dhe gruaja e tij kishin qenë duke ecur në parkun Thames Barrier pas një vizite për pazar pranë shtëpisë së tyre, kur ai vuri re vajzën të ulur në një nga kangjillat metalike pranë lumit. Teksa i kalon pranë, ajo hodh në ujë disa metra më tej dhe Ismeti menjëherë është zhveshur dhe është hedhur në lum duke ndjekur pas. Kur po ecnin nëpër park, baba im pak të vajzë të vogël duke u ngjitur në gardh përpara se të ulej mbi të dhe të shikonte lumin. Ai u ndal dhe pa vajzën për t'u siguruar që ishte mirë. Kur ai bëri rreth 3 ose 4 hapa, ajo hodh brenda. Ajo po mbytej. Baba im as nuk mendoi, hoqi tutat sportive dhe u fut në ujë, ka treguar djali i tij, Ekluid Smakaj, për median britanike. Ismeti ka notuar për rreth 5 metra mezi i shihte flokët vajzës sepse po fundosej. Niveli i ujit ishte shumë i lartë, por ai arriti ta kapte 7 vjeçaren. Ai e çoi vajzën te kolona e bregut të lumit, kapi një copë metali që varej nga muri dhe qëndroi pasaj. Një tufë e madhe u mblodh pranë lumit, ndërsa drama zhvilloi rreth orës 5:30 të pasdites së të shtunës në 17 maj. Ajo i thoshte, më ler të shkoj dhe bërtiste, ka treguar djali 65 vjeçarit nga Shkodra, ndërsa bashkëshortja bërtiste ndihmë, sepse nuk mund të shihte se ku ndodhe Ismeti. Ai mbeti bllokuar me vajzën për disa minuta dhe turma i hodhi një komardare shpëtimi, por litari u kaput. Ishin mbledhur rreth 200 njerëz së bashku me policin, ambulancën dhe zjarfiksit, të gjithë duartrokistin dhe thoshin se babai im është hero. Një burr, rreth moshës së babait tim, i shtrëngoi dorën dhe i tha faleminderit. Po mendojmë se ishte baba i vajzës. Vajza u trajtua në ambulancë dhe më pas ekipi tha se ajo ishte autike, ka thënë Euklid Smakaj për media. 36 vjeçari shkodran është një oficer sigurie nga Essex dhe i ka thënë medias britanike se baba i tij reagoi instiktivisht në një vend të rrezikshëm në lum, ku ka rryma të forta, duke mos menduar fare për sigurinë e tij. Në fillim mama ime mendoi se edhe ai ishte mbytur. Ai është një notar shumë i mirë dhe ka vetbesim, pasi në vendin e tij në Shqipëri shpëtoi 2 ushtar nga mbytja, por ajo që bëri nuk ishte e lehtë. Atij nuk i interesonte as pak, edhe nëse do të vdiste duke shpëtuar vajzën, ka treguar Euklidi. Uji në barierën e tamizit konsiderohet i rrezikshëm për shkak të baticave të fuqishme, vorbullave dhe rrjedhave nënujore, ujit të ftohtë dhe shkarkimeve të ujrave të zeza. Vet Ismeti ka shpjeguar se si veproi instiktivisht për të shpëtuar 7 vjeçaren. Kam fëmijë dhe nipër dhe mbesa, kështu që në momentin që pash vajzën e dija se duhet të veproja. Isha i përgatitur të bëja gjithçka që duhej për ta nxjerrë të nga uji, është shprehur 65 vjeçari nga Shkodra për median britanike.